Përshëndetje, përmes sërisë së këtyre podcasteve do të zhvillojmë dhe do të synojmë që të cëllojmë diskutime një nga temat më të rëndësishme të shoqërisë moderne, fuqizimi i grave dhe përvesimi e tyre në politikë. Në këtë seri podcastesh do të kemi mundësi të dëgjojmë mendime dhe eksperienca nga individë dhe ekspertë që kanë kontribuar në përpjekjet për të arritur pjesëmarrjen e grave në procese vendimarrëse. Në këtë episod kemi nderin të kemi Vasilika Alaçin, një nga figurat më të njohura të angazhimit për drejtat e grave dhe fuqizimin e shoqërisë civile. Ai do ndajmë me ne pikpamjet e saj mbi rëndësinë e përvesimit të grave në politikë dhe të shqyrtojmë se për çfarë kanë nevojë gratë të kenë mundësi të barabarta për të kontribuar në zhvillimin e politikave që ndikojnë jetën e tyre. Faleminderit që erdhe dhe kënaqësi të kemi në studio. Faleminderit për ftesën. Unë duhet të nisem me pyetjen e parë. Përdorimi i fuqizimit të gruas në politikë është një temë shumë aktuale. Si e shihni ju momentin aktual të përvesimit të gruas në politikën shqiptare? Siç e the edhe ti, fuqizimi i grave në shoqëri dhe në politikë, sidomos është një nga temat e rëndësishme të shoqërisë, për vetë faktin që gratë përbëjnë 50% të shoqërisë dhe pak a shumë. Dhe janë të nënpërfaqësuara në shumë role të shoqërisë, në nivel politik, në nivel ekonomik, në nivel po themi profesionesh të tjera, por edhe në jetën aktive të shoqërisë. Megjithse përfaqësimi politik dhe përfaqësimi ekonomik nuk reflekton aftësitë që kanë dhe si thua dhe idetë dhe anët pozitive që gratë sjellin në shoqëri. Kështu që duke i lënë gratë përjashtuara, humbet edhe shoqëria. Ka prej disa dekadash tashmë një lëvizje të grave në Shqipëri që ka tentuar një lëvizje shoqërisë civile, po edhe lëvizje brenda aktorëve të tjerë politik që ka synuar fuqizimin e grave në nivel politik. Po themi, kjo punë është bërë si me thuash me etapa. Në fillim të viteve 2000 dhe kanë kulmuar me vitin 2009 ku janë futur në legjislacionin shqiptar kuota që garantojnë të paktën 30% të përfaqësimit të grave në nivele të ndryshme, si nivel vendor, po edhe në nivel qendror. Ka patur pra një rritje progresive të përfshirjes së grave, kuotat kanë sjell rritjet përfaqësimit të grave sidomos në nivel të vendeve në kuvend, në parlament, por edhe të grave që janë përfaqësuese në këshillat bashkiak. Më pak e suksesshme ka qenë në pjesën e grave sekretare bashkie. Në kohë të ndryshme ka pasur momente që mund të ketë pasur edhe më shumë grave, aktualisht janë diku te 7, nëse jam me sigurt, sepse ndonjëherë situata ka ndryshuar, shpesh japin dorëheqjen nga postet dhe kjo është një nga ato sfidat për të cilën besoj do flasim më tutje. Por reformat ligjore kanë synuar të vendosin më mirë një lloj përmirësimi pra të këtyre kuotave, por edhe gratë gjithmonë më shumë po kërkojnë të marrin pjesë vendin që u takon në përfaqësimin politik. Shumë e drejtë. Për vite me radhë ka pasur një debat rreth përvesimit grave në politikë. Çfarë mendoni se është nevoja kryesore që gratë kanë më shumë mundësi që të përfaqësohen në politikë? Nëse i shohim nevojat, po të themi janë dy tritime kryesore. Në radhë të parë janë nga sistemi që i mundson ose i mirëpret ose më saktë nuk i mirëpret gratë dhe vajzat për të qenë pjesëmarrëse në politikë, si dhe kjo lidhet edhe me mesazhet pra dhe nga ana tjetër është një hezitim që gratë dhe vajzat kanë për të angazhuar në nivel politik. Kryesisht ama problemet janë, kjo nuk është për të thënë që e kanë fajin gratë absolutisht. Gratë janë shpesh punëtore dhe ku kanë sidomos në statistikat e arsimit, ne shikojmë që gratë dhe vajzat janë duke avancuar dhe në shumë fusha, në shumë drejtime disiplinore, ato i kanë kaluar tashmë përqindjet e djemve që janë të shkolluar në universitet, sidomos në disa degë të saktuara. Dhe shpesh gratë përbëjnë shumicën në disa fusha disiplinore, për shembull në media dominojnë gratë në shumë pozicione dhe profesione brenda, por në pozicione drejtuese dominojnë burrat. Ngjashëm edhe në politik ka disa pengesa që janë
strukturore për gratë nuk shtyhen të marrin pjesë në politik, dhe kur marrin pjesë në politik kanë disa role të cilat ose kanë një lloj portretizimi të mënyrës se si gra duhet të jenë në politik që është i lidhur me një stereotip, po themi pak a shumë negativ. Pra thjesht i kemi në politik sa për shpesh gratë janë edhe përdorur për të afruar në politik dhe janë parë si një grup të cilët mund të përdoren. Ama diskutimi duhet shtruar edhe më gjerë për që është i lidhur me demokracinë që partitë politike dhe institucionet aktorët politik kanë në Shqipëri. A ka vërtet demokraci brenda partive politike? A janë përfaqësuesit tanë politik të ardhur nga terreni, të mbështetur në mbështetjen popullore? A janë ato të lidhur me një zonë të caktuar elektorale ku marrin si thua edhe informacionet, mbledhin në nevojat e qytetarëve, i përkthejnë ato në premtime dhe plane politike dhe programe e kështu me radhë. Kështu që unë do thoja shpesh i atribuohen si kritika grave probleme që i kanë edhe burrat në politikë, edhe burrat brenda partive shpesh janë të pazëshëm sepse ka një piramidë ku vendimarrja kryesisht qëllon në krye dhe të tjerët duhet vetëm të zbatojmë. Kështu që në një farë mënyrë mendoj që shpesh i mvishen grave disa kritika që nuk vlen vetëm për gratë, edhe kjo vjen edhe në kuadër të portretizimit të përgjithshëm negativ që ka në sferën publike dhe sidomos në sferën politike kundrejt grave. Gratë duhet në shoqëri, por edhe në në profilin e tyre në politik të tregojnë që janë edhe, pra janë edhe nëna të mira, të martuara me fëmijë, por edhe janë kandidate të mira. Shpesh u bëhet grave pyetje si kujdeseni për familjen, si a dilni, të njëjtat pyetje nuk u bëhen burrave, domethënë shpesh po ky pak a shumë është koncept që ndodh vetëm në Shqipëri më mërmendja, që gratë pyeten për këtë. Pra në rastin si në shumë fenomene të tjera në Shqipëri situata merr për masa edhe më të mëdha. Në Shqipëri gjërat egzagerohen, siç egzagerohen ndonjëherë për mirë, por kryesisht egzagerohen për keq. Ktu doja të dilja që përveç barrierave kulturore dhe sociale, duket sikur gratë në politikë kanë mungesat e theksuara të burimeve financiare, mbështetjes logjistike që të marrin pjesë në politikë. Po, patjetër. Këto janë të lidhura me mënyrat se si financimi i partive politike, qoftë financimi i punës partive politike gjatë periudhës jashtë zgjedhjeve, si dhe financimi politik gjatë periudhës së zgjedhjeve, mungon një lloj transparence dhe një lloj qartësie se si i përdor burimet partia, qoftë që merr nga fondet e shtetit, qoftë që merr burime nga palë të treta. Diskutimi është edhe aktual për shembull me kontratat financiare se për parti të ndryshme, sidomos kohët e fundit janë duke përfshirë ekspertë ndërkombëtar me pagesa shumë të larta, pra ka shumë një kaos mbi paqartësinë se si janë financimet politike. Dhe në këtë të kuptuar, unë e di që ka një studim të zhvilluar në 2020 që intervistonte rreth 200 kandidatë të zgjedhjeve, gjysma të burra, gjysma të gra, dhe u bëhej pyetja: a i dini mekanizmin që përdor partia juaj për të shpërndarë financat politike? 80% nuk e dinin. Dhe ata që e dinin thonin që nuk kanë përfituar nga ky mekanizëm, si burra edhe gra. Që kjo është një lloj pasqyrje reale që tregon edhe vendoset edhe përballë realitetit që shpenzime për fushatën elektorale ka shumë. Shpenzime për reklama televizive ose dalje publike televizive, si në media sociale, në Facebook, ato reklamimet e boosting me ads, si shpenzime të tjera, kushtojnë. Nga vinë këto lekë dhe ku shkojnë, dhe shpesh ato që dhe janë humsa janë gratë përfitojnë më pak. Edhe në ato studim që unë përmenda, gratë thoshin që kryesisht kur kanë pasur mbështetje financiare e kanë marrë nga familjarë ose nga kursimet e tyre, pra ose kanë bërë punë direkte në terren, sepse fushata e tyre ka qenë e bazuar mbi këtë punë dhe nga vullnetarët që ato kishin mundësi ta afronin. Pra financimet nuk i shkojnë grave. Këto vitet e fundit janë bërë disa përpjekje për të kërkuar financime si brenda partisë, pra që gratë, sepse gratë duhet kenë që të fuqizojnë dhe të tërheqin gratë të tjera, të frymëzojnë vajzat të reja, të edukojnë me punën politikë, sepse nuk mund bëhesh
Dhe ne është shumë e thjesht bëhesh politikant, bëhesh parlamentar, por normalisht në një demokraci që funksionon ti duhet bësh punë në terren, duhet të edukohesh, duhet të dish ligjet e shtetit, të institucioneve, ti ke një rol shumë të rëndësishëm që të kërkosh llogari. Pra të gjitha këto kërkojnë që bëhet një punë dhe brenda partive supozohet që të jenë shkolla ku i ndërtojnë dhe edukojnë njerëzit për këto pozicione pune. Po këto gjëra për momentin nuk ndodhen aty ne shohim këto njerëz kandidatët qofshin gra apo burra, ne shohim gjithmonë vetëm në fushat që dalin në terren. Po. Për gjatë 4 viteve shohim ulur në një karrike dhe që flasin për qytetarët. Si mendon ti, kush janë disa nga arsyet që shpesh gratë hezitojnë të kandidojnë për pozicione politike dhe si mendon, a mund të i kalon të pengesa? Pra si që përmenda, sistemi është ndërtuar në një mënyrë të tillë që nuk ja bën të lehtë grave, nuk i fton gratë edhe nuk i inkurajon. Mungojnë shpesh edhe modelet pozitive të grave që janë në politikë. Shpesh gratë duke marrë pjesë në politikë marrin edhe një kosto shumë të rënda, koston e gjuhës së urrëties, koston e asaj që quhet në anglisht vrasje të karakterit. Pra një seri shpifjesh, një seri sulmesh, një seri denigrimi publik që shumë pak njerëz me thënë të drejtën e marrin me shumë e ka përcejnë kollaj këtë. Domethënë njerëzit zakonisht duan të bëjnë një jetë të sa më të qetë larg këtyre sulmeve që janë shpesh të padrejta, jo shpesh, por janë shumë shpesh të padrejta. Gjuha e urrëties në disa dimensione nuk po them që nuk mungon edhe për burrat, pra dominon një gjuhë shumë e rënduar që personalizon gjërat, që i lidh që shkon përtej dëmit, por shpesh gratë sulmohen ato pjesën e rolit të tyre si gra, pra u analizohet edhe mënyra se si ato duhet jenë, gratë duhet jenë të pastër kristal që të jenë në politik, nuk mund të bëjnë asnjë gabim dhe çdo gjë e vogël që mund të bëjnë u hiperbolizohet dhe kritikohen për këtë. Unë kam dëgjuar dëshmi të shumë politikanëve që thonë që ndoshta nuk do ta kishim marrë përsipër ta bënim këtë rol, po ta dinim, ose ajo që ka dëmtuar më shumë ka qenë kosto që ka marrë familja ime, jo domosdoshmërisht unë, ose zgjedhin shpesh të zgjedhin këto mekanizmat që mos t'i shohin fare komentet e media sociale, sepse janë shumë të rënda ato dhe ato, domethënë për përditshmëri ti bën sherr 2 ditë me një shoqë ose me një shok ose me një person, me një koleg dhe mërzitesh, jo më të kesh një mori komentesh. Shpesh nuk janë vetëm komentet sharje, janë edhe pozitive. Jo, janë edhe më rënd se kaq, janë kërcënime, janë gjuhë urrëtie që është e lidhur edhe me abuzimin, dhunën, abuzimin seksual. Domethënë këto janë shumë të rënda për këdo, po sidomos për gratë që jetojmë në një shoqëri që është shumë ka goxha dhunë dhe urrëtie ndaj sidomos ndaj grave. Kështu që shumë gra kam edhe respekt për shumë nga këto gratë që e marrin rrezikun përsipër, sidomos kur bëjnë punë të mirë. Sigurisht që sistemi politik në Shqipëri ka tërhequr edhe shumë oportunistë dhe njerëz që e përdorin postin për si nga burrat dhe nga gratë për përfitime personale, dhe shpesh domethënë kritikat ndaj këtyre personave janë të nevojshme, por duhet të ndarë kritika me postin e personit dhe gjuha që i rezervohet të grave, kështu që. Si mendon që do ishte më mirë ku gratë të vinë nga shoqëria civile të kandidojnë për deputete? Apo do ishte më mirë të kishim gratë që s'kan lidhje me shoqërinë civile, po thjesht futen parti për të marrë vend pune? A do kishte më shumë vlerë të vinë nga shoqëria civile, pasi njeh problemet, njeh njerëzit, njeh terrenin? Tani unë ti vim nga shoqëria civile dhe kemi pak pikën e dobët aty, kështu që kemi një lloj subjektiviteti. Shoqëria civile ka tërhequr dhe vetë nga natyra që kërkon një lloj vokacioni tërheqë njerëz shpesh shumë të mirë, të cilët duan drejtësinë, duan ndryshimin social, nuk i dorojnë pa drejtësi, të ngrenë zërin edhe për grupe të tjera përveç grupit që përfaqësojnë. Kështu që sa më shumë njerëz nga shoqëria civile aq më mirë është. Po ato janë përqindje e vogël e shoqërisë, domethënë në nivel
përfaqësimi vendor. Imagjino Këshillet Bashkiak, kanë ku diun 30-40 antar, 20 antar, ato duhet të jenë reflektimi i qytetarëve të zonës ku ata kanë, dhe aty duhet ketë edhe nga të gjitha profesionet. Sidomos duhet ketë edhe nga klasa dhe shtresa të ndryshme të shoqërisë përfaqësimi, si nga burrat dhe nga gratë, po edhe përfaqësimi në nivel klase në nivel fuqësimi ekonomik. Nuk mund të kemi në kuvendin e Shqipërisë kemi kemi shumë businessmen, ka nevojë të kemi shumë businessmen, ka nevojë të kemi mjek, ka nevojë të kemi do ishte mrekulli sikur të kishim në edhe në Këshillat Bashkiake, edhe në nivel qendror të kishte njerëz nga të gjitha. Pse nuk ka njerëz me 8 vjeçare në kuvendin e Shqipërisë? Pse nuk ka njerëz me shkollë të mesme në kuvendin e Shqipërisë? Këto janë përqindje të caktuara të shoqërisë. Ata kanë mundësinë në kontekstin ata njerëzit duhet të edukohen kush është roli jot kur futesh në politikë, si duhet ti të komunikosh me qytetarët, si duhet ti përkthesh nevojat, dhe këto nevoja pastaj duke qenë një grup i pasur i njerëzve që përfaqësojnë politikë, tillë do jetë edhe politikbërja. Ka disa studime shumë interesante që janë bërë në lidhje me impaktin që kanë patur kuotat mbi këshillat, sidomos Këshillat Bashkiake, dhe janë analizuar gjërat që kërkojnë gratë në Këshillat Bashkiake, janë analizuar gjërat që kërkojnë burra në Këshillat Bashkiake. Ndryshimi është shpesh i madh. Po, gratë kërkojnë transparencë në radhë të parë, që është një gjë shumë e bukur dhe interesante që duhet ta kërkojnë gjithë ne. Ne duhet të kemi përfaqësues që kërkojnë aty që të dinë se si funksionojnë institucionet me transparencë në radhë të parë, më shumë se sa burrat. Gratë kërkojnë jo vetëm infrastrukturë edhe rrugë, që siç kërkojnë burrat, kërkojnë punësim, kërkojnë fuqizim të edukimit, kërkojnë investim në shërbime sociale, kërkojnë investim për grupe të marginalizuara, kërkojnë strehim për njerëzit që janë të pamundësi për strehim, kërkojnë pra modele inovative të zgjidhjes së problemeve të shoqërisë, duke qenë edhe më afër problemeve shoqërore. Gratë kanë edhe ndjeshmërinë që i sjellin pastaj këto në punën e tyre në politikë. Studimet tregojnë edhe që gratë janë kryesisht më pak të korruptuara. Sigurisht unë e di që kush do e dëgjoj këtë podcast mund të thotë që unë njoh këtë politikane, kjo vjet më shumë se sa X politikan burr, po në përgjithësi gratë janë më pak të korruptueshme edhe kërkojnë më shumë përgjegjësinë dhe llogaridhënie. Dhe kjo është një gjë e mirë që duhet sjell. Por realisht do ishte shumë bukur të vazhdojshin të bëheshin këto analizat që kush janë përfaqësuesit aktual dhe a janë realisht këta përfaqësues të grupimeve shoqërore. Pse nuk kemi njerëz nga fshati në kuvend? Pse nuk kemi njerëz nga fshati në Këshillat Bashkiake? Duhet të kemi sa më shumë. Ka shumë ato faktikisht caktohen nga partitë politike dhe nuk janë njerëz që përgjithsisht nuk kanë një përfaqësi, nuk përfaqësojnë një grup qytetarësh, por thjesht nga eksperjenca që edhe unë kam pasur me këto zgjedhjet lokale, më rezultojnë që gjithmonë janë njerëz të lidhur me partinë dhe janë njerëz që kanë disa miq dhe e kërkojnë votën, hajtë se po bëhem antar këshilli, po marr ato lekët që janë ato takimet që bëhen dhe kaq, por realisht nuk ngrenë edhe çështje dhe po të shikosh të gjithë çështjet e Këshillit Bashkiak e heqim Tirana, po të kalojnë në qytete të tjera, janë vetëm 6% qëndimës ekonomike, projekt vendime të zakonshme, pra janë përkalu pagat, pra janë projekt vendime shumë zakonshme dhe nuk ka shumë lidhje me investimet, pra të investojnë një kopsh, një çerë dhe ku diun një hapësirë e gjelbërt për fëmijët apo për të moshuarit, po si mund të fuqizohet shoqëria civile dhe të mbështesë gratë në politikë? Shoqëria civile i mbështet gratë në politikë, punon goxha, sidomos disa grupime, jo të gjitha kuptohet, punojnë goxha për ti ndërtuar vetbesimin grave, sepse nëse ti ke operuar deri tani në një vend ku të kanë marginalizuar, ku ke qenë pakic, dhe ti sigurisht duke ardhur nga komuniteti egjiptian e di shumë mirë, domethënë kush janë problematikat kur ti je në pakic, ti jo vetëm mbahesh në pakic nga të tjerët, pastaj fillon e brendson që unë nuk e meritoj vendin që po kërkohet. Dhe në radhë parë, domethënë organizatat e shoqërisë civile, siç kanë punuar dhe me grupe të tjera, kanë punuar dhe me gratë për të fuqizuar zërin e tyre, për të thënë po,
ti duhet të kesh të drejtë të kesh një vend në tavolinë, nuk ka pse të kesh ambicien e vogël dhe të mjaftohesh me në radhë parë angazhohen politik, nuk ka nevojë detyrimisht të angazhohesh si kandidat, angazhohen në forma të ndryshme, qoftë edhe duke kërkuar llogari, dhe këtu vjen shpesh ajo fuqia dhe aftësia e mirë e shoqërisë civile që duke qenë që janë në krye të llogaridhënies, shpesh janë të interesuar të kuptojnë si funksionon politika, po edhe të ka përcjellë të gjejnë zgjidhje, domethënë. Kështu që sjellin sjellin këtë perspektivën. Lufta për financime politike, kjo është një luftë tjetër që po bëhet. Janë arritur disa gjëra të mira brenda edhe është punuar edhe me partitë politike për të kërkuar këto. Sigurisht është luftë e madhe, por është punuar edhe në fuqizimin, në krijimin e tyre si lider, po edhe në krijimin e modelit të ri të politikanes që gratë mund ta sjellin në politikën tonë, duke sjellë atë modelin e jo politikanit që flet nga vetëm nga foltori ose flet nga vendi ose riulur në vend, se shpesh ato edhe nuk flasin. Ka edhe diçka që është shpesh siç në jetën e përditshme puna e grave bëhet e padukshme, edhe në kuvend shpesh puna është bërë e padukshme, edhe sepse shumë punë që kanë bërë gratë nuk janë trumbetuar në televizion. Për shembull, unë di, dhe këtu vjen ajo rëndësia e asaj që folëm më përpara, që duhet të ketë nga gjitha profesionet në kuvend. Unë kam ndjekur nga afër punën e disa deputeteve që ishin për shembull të specializuara, njëra ishte mjeke, ajo ngrinte faktin që ka probleme me trajtimin onkologjik, ka probleme me gratë që heqin ngjyrin, nuk marrin një lloj rindërtimi, një lloj operacioni që duhet ta paguajë shteti në të gjitha vendet e tjera dhe të rajonit. Shteti ofron këtë lloj shërbimi në Shqipëri nuk ofrohet. Pra është bërë goxha punë që ndonjëherë nuk përkthehet në impakt publik, sepse kjo gjë ngelet në brendësi, sepse mediave specifike nuk i intereson ta mbulojnë këtë. Pikërisht këtu doja të dilje edhe unë. Çfarë roli ka media në promovimin dhe mbështetjen e grave në politik? E ndihmon apo shpesh herë pengon progresimin e grave? Të dyja, media është si media, po themi ajo që tashmë e mirënjohim si mainstream, media kryesore, kryesisht televizionet e mëdha ose portalet e mëdha, po edhe media me portalet e vogla, si dhe media sociale. Në të treja këto nivele përjetohen këto stereotipet e grave për cilat ne folëm, stereotipi i gruas, nënës, kujdestares që është në shtëpi po është dhe politikane, kujdestare dhe në zyrë. Për shembull Mirjana Sako si bënin pyetje si a delti me 3-4 fëmijë, se duket disa fëmijë kishte që të bëhesh kandidate, çfarë si e kombinon të dyja. Të përjetësohen këto lloj stereotipesh negative dhe sigurisht shpesh, sidomos në media sociale, aty është, po themi, lufta më e madhe e gjuhës së urrëties, po kjo nuk përjashtohet edhe në dalje televizive, po bëhet në forma të drejtë për drejta, po bëhet edhe në forma të vogla, domethënë me ato që quhen mikroagresione, me mënyrën se si ti nuk përfshihesh nuk ftohesh në për debate televizive, ka debate televizive ku dominojnë vetëm burrat, ose dominon një lloj gjuhë që ti duhet patjetër ti jesh agresiv dhe të zihesh me tjetrin, sa aty duket sikur ka sukses. Domethënë biseda që bëjmë ne në podcaste, në televizione, ndonjëherë duket pa konceptueshme se nuk ka dëgjim aktiv të njëri tjetrit. Dhe shpesh gratë, domethënë, zgjedhin të mos kenë komunikim agresiv, kështu që në këtë kontekst shpesh duken sikur janë të humse ose do fitojnë ato që kanë zgjedhin të bëjnë këtë rolin e komunikimit agresiv. Media ka, siç bën në gjërat të këqija, mund të bëjë role shumë më të mira, mund të jetë më e qëllimshme. Në panelet ku ftohen specialistë, kujdeset të ftojë edhe gra. Në mendime, kur i kërkojnë mendime ekspertës, kërkoj dhe ekspertet gra, dhe të mos presi vetëm atë ekspertin që është i afirmuar, po të marrë dhe ekspertet të reja, sepse ti s'ke mundësi të afirmohesh nëse nuk ftohesh. Ajo është. Ka pas edhe gjuha e urrëties, unë mendoj që duhet ketë pak vetrregullimi i medias, mendoj që është zgjidhja,
për moderimin e gjuhës së urrëties dhe adresimin që disa media të bëhen më të moderuar. Nuk jam partizane e kontrollit apo atyre rreziqeve që kemi luftuar në të shkuar lidhur me propozime ligjore që kanë bënë me mbylljen e mediave që bënin gjuhë urrëtie. Nuk mendoj që liria e fjalës është shumë e rëndësishme dhe dobishme në një shoqëri, ama duhet të diskutohet dhe duhet shihet se si vetë rregullimi mund të rregullojë këtë impaktin e negativ të gjuhës së urrëties, që shpesh nuk ndalon tek gjuhë urrëtia, kthehet edhe në veprime urrëtie, siç ne kemi parë që pësojnë grupet, sidomos personave LGBT për shembull, kanë qenë viktima të gjuhës së urrëties që kthehet në krime urrëtie. Dhe pyetja e fundit, si do e mendoje ti një kandidate lesbike në politikë? Ose gay? Mendoj që... Si do përqasej në publik? Mendoj që do e kishte shumë të vështirë, por mendoj që shpesh njerëzit do gjykojnë edhe nga aftësitë dhe cilësitë e tyre të mira, dhe besoj se Shqipëria e ka hapësirën dhe mundësinë për ta pranuar dhe për t'i dhënë hapësirën të gjithë personave që përfaqësojnë pakica, apo sidomos personat të komunitetit gay dhe LGBT, sepse fundit të personat gay dhe LGBT janë dhe ata zgjedhës dhe votues, janë dhe ata të interesuar. Dhe shpesh varet edhe nga profili i personit, sigurisht, po unë nuk jam domosdoshmërisht personat të jam për kuotat, fusha dhe në grupe të ndryshme, po shpesh loja e kuotave nuk mjafton, pra duhet që po unë jam e hapur edhe mbështesë një person nga komuniteti, nga të gjitha komunitetet, e komuniteti rom është në përfaqësuar. Po, dhe the vetë komuniteti rom dhe ai egjiptian janë duke përfaqësuar, po kjo ka ndodhur, le të themi, pra le t'i kemi dhe këto, pra nuk po i marrim si profesionist, po i marrim thjesht për të thënë njerëzve që jemi një parti shumë e mirë, shumë liberale, shumë sociale, dhe kemi fut dhe Roma aty, pra Roma të skurgënat nga Marsi, dhe i fusim aty vetëm për marrë të vota që në duan për Romët. Nëse shikon pak hilet që kanë bërë partitë politike tani në këtë zgjedhje, është pikërisht kjo, domethënë kanë futur kandidat nga komuniteti rom dhe egjiptian, po i kanë futur poshtë listave, domethënë mjaftueshëm për t'u avjel votat, po për për të siguruar praninë e tyre në kuvend. Nuk patëm kodit të thellohemi, po sistemi i kodit elektoral duhet të ndryshojë që të sigurojë që të ketë përfshirje më të mirë, por edhe të ketë duhet luftohet më shumë për një demokraci brenda partive politike. Partive politike u duhet kërkuar llogari dhe ato duhet jenë shumë transparente përpara se të zhvillohen zgjedhjet, që të thonë, okay, edhe sipas legjislacionit, por edhe legjislacionit të përshtatet që të ketë transparencë sa më të madhe, dhe transparenca shpesh do të çojë edhe një lloj qartësimi se ku shkojnë gjërat për të kuptuar edhe ku është nevoja për ndryshim, siç folëm përpara për nevojën për financim të fushatës grave në politik kur kandidojnë, po edhe financim të grupimeve, të forumeve brenda partive, që ato të punojnë gjatë gjithë kohës, të identifikojnë gratë që duan të angazhohen politik, të afrojnë ato njerëzit që e kanë seriozisht dhe që e kanë një lloj angazhimi që qëndron, e kështu me radhë, po të angazhojnë ato që kanë punuar dhe një lesbike për presidente dhe për kryeministre. Do ishte interesante. Por jo si Serbia. Jo si Serbia, jo. Sepse ato janë shembuj negativ që shpesh, domethënë, edhe nga pakicat njerëzit bëhen pjesë e kësaj lojës simbolikës, domethënë ti je aty si kandidat i rom simbolik, por realisht nuk e vret mendjen fare për komunitetin nga ku vjen, nuk ke pushtet, nuk e hapësirë që të ndikosh, nuk punon dot që të ndryshosh mirëqenien dhe situatën e komunitetit tënd, ose njerëzve që janë në situata të ngjashme, se nuk është të thënë që ti të përfaqësosh vetëm komunitetin tënd. Jo, është normale. Liga, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e podcastit, dhe nga ky bisedë realisht mësuam shumë, dhe patjetër që ka nevojë që gratë mbështeten politik, sepse mund të sjellin ndryshim më mirë se sa burrat, edhe shpresoj që mentaliteti të vit të ndryshojë. Unë shpresoj që podcastin ta dëgjojnë sidomos vajzat dhe gratë të reja, të cilat mund të frymëzohen që ka hapësirë për të ndryshuar dhe të bëjnë edhe pjesë e ndryshimit, duke kërkuar që të kenë një rol në politikë dhe të kërkojnë ndryshimin edhe nëpërmjet bërjes politikës, jo vetëm nëpërmjet vajturit në shoqërinë civile, siç ka ndodhur deri tani. Tamam. Faleminderit. Faleminderit.